Të dashur shqiptar, kam bler një rinoceron të bukur me ngjyrën e karotës, sepse karota, në fakt, është ngjyra e vërtet e shqiptarëve. Shqiptarët i kanë shumë qef karotat. Në fakt, emri i këtij dinozauri është Vegezarius, do thot perime dinozaur. Është paqësor, nuk të godet, e ka bririn shumë të butë. Në fakt, bririt e tij dhe veshët janë që të gjitha karota. Pse kam bërë një gjë të tillë? Kam zbuluar origjinën e emrit të ardijeve dhe vjen nga ilirishtja Ardiajas, që është gjinoria e fjalës ardëia, do thot uitje. Ky është emër i gjinisë femërore. Prej këtij emri është krijuar Ardiajas, emër i gjinisë mashkullore. Në greqisht ishte Ho Ardiajas, ishte djali i Odiseas dhe i Circes. Ka kuptimin uitje në gjuhën greke. Kjo për arsyen sepse ekziston një motërzim i Odiseas, në të cilin Odisea martohet me Circen dhe ka djalin Ardiajas, dhe ky është përfaqësuesi eponim i ardiejve. Dhe kjo tregon që ilirët më flisnin helenisht, sepse emri Ardiajas është emri i gjinisë mashkullore, por ka ardhur nga emri i gjinisë femërore, sepse grekët i përdorin emrat e gjinisë femërore për meshkujt për këdhelje. Për shembull, Bardhylis do thot në shqip o Bardhyle, është emër femre, por përdoret për mbretin i lirë Bardhylis. Dimitris ose Dimitri në greqishtën e sotme ka kuptimin o Dimitre, është emër i gjinisë femërore, përdoret për të llastuar meshkujt, emër për këdhelës. Kjo ndodh vetëm në greqisht. Në asnjë gjuhë tjetër të botës, absolutisht. Pra grekët kanë krijuar emrin e djalit të Odiseas, Ardiajas, që do thot ai uitjes. Kjo tregon që ardijejt, sipas mitit, kanë shpikur sistemin e uitjes të vaditjes së tokave. Ardijejt. Po kjo është një gjë e jashtëzakonshme, është pjesë e qytetërimit. Do me thënë, e kanë rritur produktin e bujqësisë disa herë me uitjen kolektive. Pra ardijejt nuk përdorin më kova dhe kova me mjalt, ardijejt shpikën uitjen. Djali Odiseas shpiki uitjen, quhet ai i uitjes në greqisht. Kjo formë ekziston vetëm në gjuhën greke. Vjen nga ardea, do thot pislëk në greqisht. Në greqisht është ardalos i pist. Kjo shpjegon emrin e malit të zi, sepse në gjuhën shqipe të zezat janë ujërat e zeza. Pra ardijejt i drejtonin ujërat e zeza për të ujitur lakrat, karotat, perimet. Nuk i çonin dëm ujërat e zeza ardijejt. Prej këndej vjen emri i tyre. Nuk i derdhin në lum kovat me mjalt. I derdhin në fushat me perime. O Zot i madh. A e kuptoni që ilirët kanë folur greqisht apo jo? A e kuptoni sepse unë jam i vetmi njeri në botë, i vetmi, as grekët nuk e din,
që emri i ardiejve vjen nga ujtja. As që u ka shkuar në mend në botë. Mirë po unë po kërkoja emrin e djalit të Odiseas, Ardiajas, dhe është gjinoria e fjalës Ardiaja, ujtje, në greqisht. Pra është he Ardiaja në dialektin e Atikës, prekëndej shkryuar emri mashkullor ho Ardiajas, ujtësi, ai i ujtjes. Pranoni që jam madhështor, jam Darwini i lirëve. O zot, unë nuk përqafoj do të shqiptar, që sot e këtu tje mund përqafoj vetëm kukulla, rinoceronta, me hundën e karotës. A do ketë shqiptar në botë që do më përqafoj mua sot e kësaj dite, kur ata të mësojnë që i lirët kanë folur greqisht? Shqiptarët do të tërbohen nga inati. Si arrita unë në këtë konkluzion? Duke parë monedat e Shkodrës, koinon, skodrinon, janë në numrin shumës gjinore në helenisht. Po thash unë, në Shqip kjo do t'ishte koinoja e Shkodrave. Po si kanë krijuar ilirët kryeqytetin e Shkodrës në numrin shumës gjinore në helenisht? Përse? Pastaj gjeta që ky është një model i gjuhës greke. Të gjitha qytetet ilire janë në numrin shumës gjinore, sepse janë koine. Fjala koinon është në numrin shumës gjinore dhe pret që emri pasardhës të jetë në numrin shumës gjinore. Koinon do thot bashkësi në gjuhën greke. Të gjithë monedat ilire janë në greqisht. Çdo monedhë ilire në Kosovë, Panoni, Dardani, Dalmaci, Itali e Jugut. More çdo monedhë është në greqisht. Shqiptarët thonë është gjuhë teknike. E pra pse se gjeten shqiptarët me gjuhën teknike modelin e ujtjes? Pastaj shqiptarët s'dinin gjë fare për djalin e Odiseas, sot e mësuan, që quhej Ardiajas. Nuk e kanë ditur. Sudja nuk e ka lexuar Odisean, por vetëm Iliadën, dhe Sudja merr faqet e internetit të Wikipedias në anglisht, i përkthen keq në shqip dhe emrat grek i shqipëron dhe thot kjo është historia e Shqipërisë. Të gjithë qytet-shtetet ilire janë qytet-shtete helene, të ngritura në të gjithë gadishullin ilirik, dhe Iliria që është Hillyria. Hilluria dhe nuk lidhet me fjalën ilir në shqip. S'ka pik kuptimi fjala ilir. Fare, nuk lidhet me ilirët. Ne nuk e dim ç'do thot Hillyria, por të jeni të sigurt që Ardiajas do thot i ujtjes është perëndia e ujtjes, ai që shpikju sistemin e ujtjes, të vaditjes. Është origjina e Erzenit të dashur shqiptar. Ardaksanos do thot uj i zi i pist. Arda do thot pislak në greqisht, Ksanos do thot e huaj, e keqe. Ardaksanos uj i zi, Erzeni të dashur shqiptar është emri i lumit i lirë. Shqiptarët kanë trashëguar kulturën helene, por nuk e kanë shpikur atë. Kush janë shqiptarët? Ju e dini kush janë shqiptarët? Shqiptarët martohen me jevgjit, me turqit, me serbët, me malazezët, me vllehët. Tani ç'a mund dali si produkt? Bëni llogarin vet, çfarë shqiptari? Se me të gjitha gjuhët që ka patur kontakt shqiptari, ka marr fjalë, ka huazuar. Dhe gjuha shqipe është
pikërisht si një thesar, por me lek të huaja. Në thesarin e gjuhës shqipe ka monedha latine, monedha serbe, monedha turke, monedha greke, monedha vlehe. Ky është thesari vërtet, hynor, por nuk janë monedha tona, ne thjesht kemi mbledhur monedha. Jemi si bankier ne shqiptarët. Gjuha shqipe është shumë e pasur, është gjuhë hynore, por emri Ardiajos është grek, dhe është djali i Odiseas, do të thotë perëndia e ujitjes. Nuk ka kuptim fare në shqip. Apo jo, rinoceronti prej karote. Karota është perimja e dashur e shqiptarëve. Shqiptarët han karota. Vendi karotave është Shqipëria. Pravda? To jest pravda. E vërtet. Mirëpafshim në filmat të tjerë shkëndësor o karota ngrënës. Ardiajos do thot djali i Odiseas. Shpiksi i vaditjes.